mu përgjigj kur në atë kohë më konë në Burg Dubravës, prafërsisht njëjtë të ndodhë, njëjtë në krah. E kom pavilionin ku jëm tash. Edhe dhoma është e njëjtë. Që atë ditë që kom hi, unë i kam kujtimet e njëjta. Veç për pres kur po vinë aeroplanet e NATO-s me bombardu se ku në Dubravë, për tash NATO kështu zvinë, në arshin e jashtë toksore, dhe shka tjetër. E nuk di ju, a jeni ju në regull asinja, me i bo këtë gjona, edhe më ju do kësi e keni mirë. Kur a ka kush si ju nalë juve, a ka nëjë forca, a ka nëjë diçka si ju dojtën juve shka keni bon dhe i sëllë. Edhe prapë vazhdojnë edhe veç përgjigjë. Kujna më ju përgjigjë? Për shka mu përgjigjë? Ku është qëllimi? Për shka mu përgjigjë? Jo, ta thamune ato. Ska nevoj, mu june me ta thonë ato, edhe ti, edhe Zoti Emerson, ato pare që a i keni marë për mbrojtjet tyne të akuzumve, me pas shku në vend ku duhet në Kosovë, nuk shi pas nevoj i mu mbledhë këtu 20. Mi u banimu njerëzve që kanë met pa shpi, mi u banimu njerëzve që në met pa pjesë trupit edhe pa antartë familjes. Ato miliona që keni marë. Edhe nuk ki nevoj me më ndërprej mu se unë e di që ka flasë. E unë e di si jam i drejtë, unë e di si kom bo vërguj kur gjanë. Për ata unë kërkova për gjykacit me mpyt gjykacit, se për mu ju mbrojtja këtu edhe këta khojnë barabartë, se sot je mbrojtje një se je prokuror. Edhe vish këshoni që është me fitu lanë të juve. A qka o bo atje, kush o vra, qysh o vra, pse o vra, për juve, hiq nuk është më rëndësi. Për mu është më rëndësi. Unë e kom dhonë dëshmi këfurit, policisë Kosovës. Mr. Kabashi. Gjykatësi, zoti Kabashi. Kur shkuat në fillim atje për të kyçur, a ka pasur ndonjëri aty që ka qenë përgjegjës për këtë grup të UÇK-s? Dhe në qoftë se ka qenë kështu, kush ka qenë ky person apo persona? Unë e thash edhe ma heret të regom ku është qëllimi, çfarë e ka dënë me ditë ti, tamon. Mos ma qelë me rodla, se une nuk jam fort i mret, burë kom qëllu që ashtu katunore dhe nuk di fort mi të lu senet une. Habit në thëmë në sen që ka s'duhet, a përgjigjë në gabema në sen. S'pëdu me gabu, se nuk e di dhe qëfar gabimi kom bosim, kini shti këtu në burg. Qa kom bosim kini shti në burg? Qa ju kom bo në juve? Zoti Kabashi, kjo ishte një pyetje e thjesht. Kush ishte përgjegjës për grupin e UÇK-s në atë kohë që ju ishit në Jabllanic? Pra, ju lutem na tregoni kush ishte përgjegjës i grupit në atë kohë. Dhe ndofta mund të ketë qenë jo vetëm një person, mund të kenë qenë më shumë se një person. Apo më tregon ti mu pse më keni shti në burg, pse po shkojnë në porri aty me të burgosën që akuzohen për krime, pesha Mladiqin, atë Karazisin të lujt tenis. E unë po shkoj porri njëjtin burg me ta. Edhe po pret me dëshmu për me dishka ose me dhonë naj, dishka unë me full, shysh për të me full ti. Ju lutem përgjigjuni kësaj pyetje direkte. Unë e kom përcjell këtë tribunal këgja shumë e këto pyetje këtë qojnë një vend, më thonë, mës je ka do me ditë për burgun e Jabllanicës, për të kalëzojmë një herë. Mëse që ma gatë. Faleminderit zoti Kabashi. Na thoni pak për burgun e Jabllanicës. Ku ishte i vendosur? S'ka pas burg në Jabllanicë kur. Edhe betohen në për ato, s'ka pas burg në Jabllanicë. Po, ju thatë që ka qenë një qendër e burgimit aty në Jabllanicë. Unë e thash mos po dënë me ditë për burgun e Jabllanicës, që aty e ki qëllimin. Edhe 100 dëshmimi kini bo, e ke dhonë këto, ke dhonë ato, që i kini mledhë për 100 njerëzve, edhe hetusi që i ka mledhë dëshmit nuk ka ditë kuja ka dhonë të kujna. Ju kanë përzi punë të juja, e unë nuk jo maj që mu imi ja drejtu. A ka pasur kazerma? Po. Where was the barracks located? Ku ishte e vendosur kazerma? Në Jabllanicë.
Whereabouts in Jablanica? Ku në Jablanic? Ku ishin kazermat? Pa janë kone 3-4, s'po di për cilën për vetë. Prej tajtës e kalume, dhe i sot i kom bo një 20 në nshkrime, dhe me të thonë drejtën se dis qa kom në nshkrujës, më veshën në nshkrujës tonë, burg, në nshkrujës tonë, dhe kom në nshkrujës. Qa ashtë edhe shkit ku më kanë pasmor, në nshkrujës e ke. Në nshkrujës e s'ka nëryshe, i modhi që me bo, u forti. Çfarë keni parasysh kur keni thënë këtë? Detention center. Kur keni shkruar fjalën anglisht detention center, qendër ndalimi, çfarë keni pas parasysh? Unë në kurse kom shkru atë fjallë, asat H, I never wrote there. That's not my handwriting. That's not your handwriting. No. Nuk e kam shënuar unë kur atë, nuk është shkrimi im ky. Whose handwriting is that? Atëre ky nuk është shkrimi yt, atëre shkrimi i kujt është? Probably one of your boys. Ndofta ndonjë nga djemve tuaj, punonjësve tuaj. Ka shumë senet pa vërteta që kë hetu sët, kë Hargjitsan dhu, pe indije si hala beson lëp, nuk beson zët, hala. Let me just... A i ka bo këtë gjona. I ka përzi shumë dëshmi, edhe i ka bo shumë gabime gjatë hetusis, që ka kushtu edhe me jetë njerëzve. A ka pas njerëz të ndaluar të burgosur në Jablanik, si që keni thënë në deklarat? Unë s'kom thonë. Edhe nuk di kur gjo për atë punë. Ju i një ata si du të me dit, ju i një ata si o dasht me hetu, ju i një ata si o dasht me punu. Se keni bo punën edhe mëse nuk di pse për qënë magat. Unë i kësha lutë gjykacin, nëse ka mundësi. Mr. Kabashi, do you... Thash edhe ma heret, këto që ka jënë bon, që ka është bisedu me hetus, edhe që ka është bon masanena për mu në nshkru, nuk jetë njëjta. Kjo jenë përpunume. Edhe të thash edhe ma heret që kom në nshkru, po do me ta në nshkru i dokument që thash që kom vra Barack Obama pa jeshtë në pushime, se ka vra kërkush. Unë tregova ma heret, unë që shkom dalë pej asaj lufte, pej burgut, edhe burgut Serbis, edhe Dubraves, për mu jenë konë barabartë. Edhe me të thonë, pak e se ardhje heq, matë kësi jenë shumë këta të hetus të UN-it tut, se ata të shkiva të jenë konë. Bile ata të kanë rejës, jenë konë fërt mesim. Këta të apin gjakin kapak. Qështu kanë bo këta, jo të unë se edhe si jo për frigohesh, jesë për frigohesh. Mr. Kabashi... Së është punë, zëtni Rajës. Zoti Kabashi. Duhesh me dalë të problemi, unë jam ka mundona me thonë problemin ku e ke pas ti, në punëtor tu, në hetimet e juja. Ti po mundohesh me mështimu me folë për një diçka shka nuk është as pak më rëndësi, sa i përket çështjes krimeve të luftës në Jugosllavi. Nëse flasim për krime, e nëse flasim që ka ndodhur në Jugosllavi, që ky tribunal është i ngritur për çat punë, mi gjithë krimet në Jugosllavi, ju nuk keni bo kur gjan, për kundrazi keni bo krime ma shumë, me verpat e juve si keni bo. Edhe ato është din çdo një. Nëse unë jam ka flas tash këtu, në sen që njeset i ma ngritë dhe në jakuz, që shumë i keni ngritë 2, bëni 4, bëni 6, mojem të mund burg për jetë, po ajo nuk mund me ndryshu bindjen teme, edhe ato çka unë e kom pa, çka unë e di, edhe çka është ka e din këtë bota. Unë nuk e di që shpo mundi... No, unë... Mr. Kabashi... Zotni. Zoti Kabashi. Zotni. Kjo nuk është, ju lutem, më lejonit ju bëj pyetjen tjetër. Faleminderit. Jo, unë nuk muj me të leju ty me mbo pyetje mu. Nuk kam mundësi, se unë që shkom kalu dej sot, unë nuk e di që shumë ka muj me dëru me najtë hunqën këtu. Nuk e di që shumë ka muj me dëru edhe pak. Edhe për paralajmëroj edhe zotin gjykas në dërum, se janë për shumë vendeve, nuk e di kush janë. Mu me mlonë në rahat, nëse ka mundësi, nëse ju mu që më burgë edhe mësëm vetë ma ku zhonë, se s'kom shka mu përgjigju në këtu. Qëtash edhe pak ka mundësi me hupun e atë temen, kontrolën edhe të nëshe, du të më kapë me më shtresh të për tokë, me më që në burgë. Nëse dënë ti mu që e me ndohë, më janë njësë në me folë fjallë të kësia në dyta, po folim. A nëse dëni me më leju mu më rënu si njeri, sa ma ka dhonë zoti, lejëmni. Nuk di shka me thonë tjetër.
Mos më shty ma tepër. Dush mi pranu gabimet e juja shka I keni bo ju. E nuk e di kush kam ju gjyku juve. A ka kush ju gjykon juve? Pas ka dikush më gjyku mu, me më shtin burg, pse? Kokna një njeri, një person këtë botë. As po mëj ka kush më gjyku juve, sa krimet I keni bo ju. Mr. Kabashi. A është që këtë tribunal për krime lufte?